Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni informativ në ekranin e News 24. Le të njemi së bashku me titujt kryesor. Rama, parlamenti nuk mblidhet për Ballukun pa vendosur kushtetuesja PD akt puçist. Balluku sot i shmanget drejtësisë në 2024, kërcënoi usjellsin e Vlorës, do ju çojë në SPAK. Shpallet në kërkime Eno Agasi zhduku verën e shtrenjtë nga kantina e kushëririt e Ergjys Agasi. Zbardhjet vrasja e Pavlin Prekës, policia e Shkodrës arreston 2 autorët e dyshuar. Inteligjenca e SBA-s, qëllimet e Putin s'kan ndryshuar, kërkon të pushtojë të gjithë Ukrainën. Gazetaria sportive në Zi shuhet ikona Ismet Bellova ndërroi jetë në moshën 91 vjeçare. Do të njemi më gjerësisht me lajmet. Mazhoranca socialiste nuk do të shqyrtojë kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit ndaj Belinda Ballukut, deri kur gjykata kushtetuese do t'jap vendimin mbi pezullimin ose jo të Ballukut nga funksionet publike. Kryeministri Edi Rama deklaroi se nuk do të diskutohet asgjë pa mbaruar në themel procesi që ai vet ka hapur në gjykatën kushtetuese. 3 prokurorët e SPAK kanë gjykuar në mbledhjen e Këshillit të Mandateve se shqyrtimi për kërkesën e tyre për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut duhet zhvilluar sa më parë, por ata duhet të presin mbi 1 muaj. Kërkesa e SPAK për heqjen e imunitetit të Ballukut nuk do të shqyrtohet para se gjykata kushtetuese të vendosë përfundimisht mbi vendimin e pezullimit nga funksionet publike të saj. Ky është vendimi që kryeministri Edi Rama e bëri publik në qendrimin e tij gjatë podcastit Flasim, teksa vlerësoi kërkesën e prokurorëve të SPAK si të ngutur. Sikur është bërë qartë edhe në Komisionin e Mandateve në Kuvend, nuk ka asnjë gjas që ne, shumica qeverisëse dhe parlamentare e këtij vendi, ta shqyrtojmë kërkesën e ngutur të prokurorëve për të autorizuar masa të reja ekstreme, të cilat edhe në dritën e raportit të ekspertëve të Këshillit të Evropës, edhe në dritën e raportit të Komisionit të Torturave të Këshillit të Evropës, edhe në dritën e shumë shkaje tjetër, janë vërtet për të marrë dhe për të gjykuar me shumë qetësi. Por jo pa mbaruar një herë me themel procesi që kemi hapur në gjykatën kushtetuese për masën ekstreme, për masën antidemokratike, për masën antikushtetuese të pezullimit nga prokurorët që sikur s'kishte ndodhur dhe s'ka ndodhur asgjë, erdhën me vrap të kërkojnë masa të tjera. Drejtësia nuk vrapon, drejtësia gjykon. Shefi ekzekutivi thotë se është shumë kurioz se përse prokurorët e SPAK që u ngutën me vrap mbreslënës ti drejtojnë kuvendit për masën ekstreme dhe nuk mbajtën parasysh përballjen me gjykatën kushtetuese më 22 janar, ku duhet të gjykohet në themel masa e pezullimit, sipas ramës antidemokratike të një antarit të qeverisë me kërkesë të prokurorisë. Dhe ngre këtë pyetje sepse në çdo vend ku drejtësia nuk vrapon, po gjykon, ajo do priste fundin e gjykimit për një masë, para se të kërkonte një masë tjetër. Sepse shteti i drejtës nuk është shesh as për kashillëk mes pushtetet të pavarura, as për përsheshin e një pushteti në territorin kushtetues të një pushteti tjetër. Sot nuk e kam përgjigjen, por do vazhdoj të lexoj, do vazhdoj të mësoj, dhe do vazhdoj të bëj të gjitha përpjekjet e mia që të kuptoj sa më mirë nga analiza e thelluar e simptomave të brutalitetit në ushtrimin e pushtetit gjyqësor. Dhe me siguri do ta kem në kohën e duhur edhe përgjigjen time për sa më lart. Gjatë podcastit, kryeministri Rama tha se qeveria që drejton ka nisur analizën e thelluar mbi ato që i vlerësoi si shenja shqetësuese të brutalitetit në ushtrimin e pushtetit gjyqësor, pas 2 vendimeve të forta, pezullimi antidemokratik një antari qeverie dhe tentative magjistratëve për të rritur vetë pagat e tyre. Kreu i qeverisë një koment e pati edhe për seancën e tensionuar, kur Endri Shabani u betua si avokati i popullit. E mbështetën Endri Shabanin, i dhanë firmat e kërkuara nga ligji, e sollën në buqetën e tyre të kandidatëve, dhe sapo panë që ne do të mbështesnim zotin Shabani, u hodhën përpjehet sikur po bënim avokat popullit ndonjë kandidatin ton.
qesharak deri në fund, domethënë, po përveç se qesharak, edhe të lodhur deri në fund nga mendja. Ervin Saliani i cilëson dy çështjet më të nxehta në duart e SPAK, Balluku dhe Akshi, si dy dosjet që fundosin qeverinë socialiste. Përmes një mesazhi në rrjetin social Facebook, Saliani shkruan se si kryetari i Komisionit Hetimor Parlamentar për Sistemin Teams, ai denoncoi me forcë cënimin e sigurisë kombëtare, keqpërdorimin e të dhënave sensitive shtetërore dhe ndërhyrjen kriminale në një nga sistemet më kritike të sigurisë së vendit. Deputetët e Partisë Socialiste u sollon jo si përfaqësues të interesit publik, por si pjesë e një mekanizmi mbrojtës, duke refuzuar me vot marrjen në pyetje të Ermal Beqirit dhe kompanisë Soft Solution, pavarësisht fakteve dhe incidenteve të rënda të paraqitura në komision, shkruan Saliani. Mëtej, ai thotë se sot SPAK ka faktuar pikërisht atë që ne denoncuam publikisht dhe zyrtarisht gjatë hetimit parlamentar, se Ermal Beqiri e Soft Solution rezulton një kompani e përfshirë në veprimtari kriminale që ka diktuar kritere tenderimi, ka ushtruar presion dhe dhunë ndaj konkurrentëve, ka bashkëpunuar me grupe kriminale të strukturuara përfshirë bandën Çopja dhe në bashkëpunim me drejtues të Akshit ka dyfishuar çmime me miliona euro dhe ka deformuar proceset publike. Ndërsa sot është e marrë pandehur nga SPAK për afera e tendera në vlera qindra miliona euro dhe po i shmanget përballjes me drejtësinë, më 31 maj të vitit të 2024, Belinda Balluku kërcënoi në mënyrë të drejtë për drejtë punojësit e ujësjellësit të Vlorës, që sipas saj ishin përfshirë në një skem korrupsioni se do të përballeshin me prokurorinë e posaçme. Po në atë takim ajo thotë se drejtësia është e pavarur dhe PS ka marrë një vendim e nuk ndërhyn në punën e saj. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku e pandehur e SPAK për aferat miliona euro me tenderat. Rreth një vit e gjysmë më parë u shfaq në një video, duke paralajmëruar dhe kërcënuar punojësit e ujësjellësit të Vlorës, se kush ka vjedhur do të përballet me SPAK-un dhe drejtësinë. Atëherë Balluku tha se kishte zbuluar një skem korrupsioni në UKV, ndërsa kërkoi nga punonjësit që të bëheshin gati të përballeshin me drejtësinë, pasi sipas saj, nga skema e paligjshme, ishin zhdukur miliona lekë nga buxheti i ujësjellësit. Ka vendosur që të marri paratë e kompanisë dhe t'i keq përdor për qëllimet e veta, kjo është diçka që ju duhet ta dini sot zyrtarisht, që unë kam ardhur këtu t'ju bëj me dije që kjo nuk është një çështje që do të ngelet nëpër dollapet dhe sirtaret e ministrisë, por është një çështje që do ndiqet penalisht, thellësisht, për secilin që ka marrë pjesë në këtë abuzim, për të gjithë aktorët e përfshirë, pa përjashtuar këtu askënd. Nga dizenjuesi i skemës korruptive dhe deri tek ekzekutuesit më të lartë të kësaj skeme. Kjo është detyrë imja personale dhe e stafit të Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe do t'i shkohet deri në fund. Mendova që ishte më mirë të vija t'u ja thoja vetë, që mos ta kishit surprizë kur të shikoni dosjen që do të çojë në SPAK. Balluku dëgjoi duke thënë se dosjen do ta dërgojë vetë në SPAK, ndërsa thekson se drejtësia është e pavarur dhe se Partia Socialiste ka marrë një vendim për të mos ndërhyrë. Madje citon edhe kryeministrin Edi Rama për të njëjtën çështje, premtimin e socialistëve se ata nuk e komentojnë punën e organeve hetimore. Besoj e keni dëgjuar kryeministrin, besoj na keni dëgjuar gjithëve që drejtësia në Republikën e Shqipërisë është e pavarur. Ne nuk ndërhyjmë kurrë në punët e drejtësisë, por ama dhe nuk lëm gjë pa çuar në dyert e drejtësisë. Dhe për këtë të jeni të qartë dhe mos aludoj asnjëri që ardha ime këtu është thjesht për t'u tërhequr vëmendjen se lexoja edhe komentet në pritje të këtij takimi. Unë punët i nis dhe i bitis. Nuk jam nga ata që vi, flas, iki dhe e harroj. Ditën kur vi të flas do të thotë që e kam bërë punën paraprake dhe tashmë është thjesht për t'u zyrtarizuar. Por sot e njëjta zyrtare ndodhet vetë nën hetim dhe e pandehur me akuza korrupsioni, ndërsa ajo i është shmangur përballjes me SPAK, duke refuzuar të jap dorëheqje nga funksionet qeveritare.
Kjo pavarësisht se prokuroria e posaçme e ka marrë zyrtarisht të pandehur dhe pak ditë më parë kërkoi nga kuvendi autorizimin për arrestimin e saj. Kontrasti mes deklaratave publike të socialistëve dhe situatës së saj ligjore ngre pikpyetje mbi standardet e saj përket respektimit të drejtësisë dhe për më tepër kur vetë mazhoranca nuk mori një vendim për kërkesën e SPAK në Këshillin e Mandateve, duke shtyrë mbledhjen pa caktuar një datë të re. Kreu i grupit parlamentar Demokrat Gazmend Bardhi ka vlerësuar si frikë, panik dhe blerje kohe qëndrimin e kryeministrit Edi Rama mbi çështjen Balluku. Në reagimin e tij, Bardhi shkruan se qëndrimi i Ramës është ai një frikacaku që di se rrethi po i ngushtohet. Një kryeministër i pastër, pa lidhje me korrupsionin dhe krimin e organizuar, sot do të duhej të mblidhte me urgjencë parlamentin dhe t'i hiqte imunitetin zëvendëses së tij të pandehur për 1.1 miliard euro tenderime korruptive, shkruan Gazmend Bardhi. Sipas tij, Rama e di më mirë se kushdo tjetër se kush është porositësi i aferave korruptive të firmosura nga Belinda Balluku. Çështja Balluku nuk është rasti i izoluar, por hallke një zinxhiri vendimarrje që kalon nga zyra e kryeministrit. Prandaj Edi Rama kërkon të blejë kohë me një çështje në gjykatën kushtetuese pas një lidhje me kërkesën për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, theksoi kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Bardhi nënvizon se Rama e di që hetimi nuk do të ndalet të zëvendësja e tij dhe se blerja e kohës është i vetmi shpëtim për kryeministrin në shantazh dhe në panik. Kryetari republikan Fatmir Mediu në mbledhjen e kryesisë tha se ka ardhur koha që opozita të bashkohet në një lëvizje masive kundër qeverisë që është e përfshirë në afera të shumta korruptive, si dhe është e lidhur me krimin e organizuar. Ai u bëri thirrje e qytetarëve të marrin pjesë në protestën e thirrur nga opozita më 22 dhjetor. Në prag të protestës mbarkombëtare të thirrur nga Partia Demokratike, kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu ka mbledhur kryesinë, ku është shprehur angazhimi i strukturave për të marrë pjesë me qëllim që të luftohet për të ndryshuar realitetin e dominuar nga krimi, korrupsioni dhe papërgjegjshmëria. Mediu tha se raporti OSBE-ODIHR denoncoi zgjedhjet parlamentare të 11 majit, se ishin një farsë ku shteti dhe Partia Socialiste u bën njësh për të vjedhur paratë e taksapaguesve dhe për të blerë gjoba. Po ashtu sipas tij në këtë raport theksoi se krimi organizuar i lidhur me pushtetin bleu vota, intimidoi votuesit dhe vendosi në parlament përfaqësuesit e tij. Duke filluar nga raporti OSBE-ODIHR, për të vazhduar pastaj me qëndrimin IDU-s apo CDI, për sa i përket korrupsionit, krimit organizuar, lidhet me kartelet e drogës, manipulimin e zgjedhjeve të ndershme, farsat zgjedhore të organizuara nga qeveria, njësimin e qeverisë me partinë pushtet dhe përdorimin e krimit për të intimiduar blerë vota dhe për të përzgjedhur deputetët në Kuvendin e Shqipërisë, ka ardhur koha që ne si opozitë, por edhe si qytetarë, kuptojmë rolin që kemi, sepse ka këtij shqetësimi të madh faktorin ndërkombëtar, kemi po ashtu edhe një rritje globale të korrupsionit dhe lidhjeve të organizuar me qeverisjen në vend. Sipas Mediut, në një situatë të tillë opozita dhe shqiptarët duhet të bashkohen në një lëvizje masive kundër qeverisë së Edi Ramës, e cila po zbraz Shqipërinë dhe po shkatron të ardhmen e kombit, duke e kthyer atë në momentet më të errta të historisë shqiptare. Dy persona janë plagosur me armë zjarri në rrethana të paqarta pas ditën e kësaj të diele në qytetin e Kukësit. Ngjarja ndodhi afër Radio Kukësit rreth orës 14:35. Policia tha se të plagosurit kanë mbetur shtetasit Amarildo Cena, 36 vjeç dhe Sadika Pica, 65 vjeç. Njëri nga të plagosurit është dërguar në spitalin e Prizrenit, ndërsa tjetri mësohet se është goditur në kokë me qytën e automatikut. Nga hetimet paraprake dyshohet se autor të ngjarjes janë vëllezërit Ndriçimi Seberi, 39 vjeç dhe Fatri Seberi, 38 vjeç, të cilët janë shpallur në kërkim. Shërbimet e policisë vijojnë kontrollet me qëllim lokalizimin dhe kapjen e autorëve. Ndërkohë, një person ka mbetur i plagosur me thik në lagjen 13 në zonën e plazhit në Durrës. I plagosuri, mosha e të cilit rezulton të jetë rreth 45 vjeç, ndodhet në spitalin rajonal dhe paraqitet në gjendje të rëndë për jetën. Ende nuk dihet motivi dhe rrethanat e ngjarjes.
Eno Agasi është shpallur në kërkim nga Prokuroria e Tiranës pasi ka zhdukur nga kantina e kushëririt të tij Ergys Agasit një sasi vere që shkon në miliona euro. Vera ishte inventarizuar nga doganat, por nuk mund të transportohej gjatë natës, ndërsa të nesërme në kantinë nuk kishte mbetur asgjë. Eno Agasi akuzohet për kontrabandë të mallrash dhe veprime që pengojnë zbardhjen e së vërtetës. Prokuroria e Tiranës ka shpallur në kërkim Eno Agasin, djali i xhaxhait të Ergys Agasit, gjithashtu i shpallur në kërkim nga SPAK për hetimin që po kryet ndaj tenderave të akshit. Urdhër arresti për Eno Agasin është dhënë nga prokurori Bledar Valikaj, pasi ka zhdukur nga kantina e Ergys Agasit një sasi vere që shkon në miliona euro. Eno Agasi kishte në ruajtje kantinën e kushëririt Ergys Agasi, ku pasi ishte bërë inventari ishte lënë në kantinë një sasi e konsiderueshme vere të shtrenjtë, pasi s'mund të transportojë natën nga doganat. Por në mëngjes, kur kanë shkuar inspektorët doganor të nesërmen për ta marrë, vera ishte hequr, pasi aty nuk ka pasur asnjë efektiv ose përfaqësues të doganave në ruajtje. Gjatë natës, mes të martës dhe të mërkurës të kësaj jave, mësohet se Eno Agasi ka hequr edhe pamjet e kamerave të sigurisë për të zhdukur gjurmët. Eno Agasi akuzohet për kontraband mallrash që paguan akcizë, magazinim mallrash që paguajnë akcizë dhe veprime që pengojnë zbardhjen e të vërtetës. Gjithashtu, prokurori Valikaj ka nisur edhe hetim për pastrim parash. Ergys Agasi është marrë nën hetim nga SPAK për dosjen e akshit. Ai ndodhet në akuzë për grup të strukturuar kriminal, rrëmbim personi, pastrim parash e të tjerë. Pas hetimeve të ndërmarra, policia e Shkodrës në bashkëpunim me prokurorin kanë zbardhur vrasjen e Pavlin Prekës, krimi ndodhur në shkurt të këtij viti në Gucinë e Re. Gjatë operacionit të pesha e krimit janë vënë në pranë nga Claudio Lisaj dhe Vasel Koçeku, të cilët dyshohen se janë përfshirë në vrasjen e Pavlin Prekës. Operacioni për arrestimin e tyre u organizua me mbështetjen e forcës kombëtare të sigurisë si dhe efektivët e shqiponjave të policisë së Shkodrës. Claudio Lisaj, 20 vjeç, dhe Vasel Koçeku, 43 vjeç, akuzohen për vepra penale, vrasje me paramendime kryer në bashkëpunim, mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe municionit. Banorët e 3 fshatrave të Kuçovës prej vitesh janë të izoluar për shkak të mungesës së një ure që i lidh me rrugën kryesore. Fëmijët e tyre ecin mbi një urë me dërrasa të kalbura, pavarësisht premtimeve elektorale. 3 fshatra të Bashkisë së Kuçovës duket se jetojnë në një epokë tjetër për shkak të izolimit. Pa urë dhe pa rrugë, në dimër kalojnë mbi një urë me dërrasa të kalbura duke rrezikuar jetën, ndërsa në verë, kush ka automjet e kalon lumin me makinë. Do bëjmë, do ta shikojmë kaq. Asnjë fjalë më tej. Banorët e 3 fshatrave, Bardhaj, Pashtraj dhe Velagosh shprehen të zhgënjur ndërsa janë lënë jashtë komunikimit me qytetin dhe institucionet e tij për shkak të mangësive infrastrukturore. Po, ankohemi. Vend të gjithë son komunës po e. Kalimi i lumit me automjetë në dimër bëhet i rrezikshëm, siç bëhet edhe kalimi i orës për fëmijët e arsimit 9 vjeçar, të cilët e kanë shkollën në fshatin Lumaz. Po kur është ajo bet ato drut kalbe, edhe ne shkasim atje. A jeni të rrezikuar? Jemi. Banorët shprehen se kjo gjendje e rënduar vjen prej shumë vitesh, që kur të moshuarit ishin të rinj dhe askush nuk ka vënë dorë për të ndërhyrë me investime në këtë zonë. Dikur ka marrë dron këtu nuk se ura ashtu ka qenë. E prishu jashtë, më shumë. Ata shprehen se rruga e fshatrave dhe ura ju është premtuar në çdo fushat elektorale dhe ka mbetur vetëm fjalë, ndonë janë ankuar prej vitesh edhe në Bashkinë Kuçovë. Mungesa e një ure jo vetëm rrezikon jetën, por bëhet problem edhe për të vdekurit, sepse në rastet e vdekjeve bëhet mjaft i vështirë transportimi i të ndjerit drejt varrezave të fshatit. Të gjithë neve si lagja ndej jemi shumë të shqetësuar se nuk kalojmë dot. Ambulancat nuk vinë. Nuk futen. Por rastet e vdekjeve si ja bëni? Ja, kështu i kalojmë, në krah. Fshatrat Pashtraj, Bardhaj dhe Velagosh, burim kryesor ekonomik kanë bujqësinë. Ndaj mungesa e urës u vështirëson edhe dërgimin e prodhimeve në treg dhe u rrit njëkohësisht edhe kostot.
Një grup arkitektësh kanë kundërshtuar planet e Bashkisë Shkodër për të ndërtuar godina deri në 9 kat në zonën historike, ndërsa vetë bashkia e mohon zyrtarisht. Arkitektët thonë se ka komunikime shkresa zyrtare që tregojnë të kundërtën. Plani fundit i Bashkisë së Shkodrës për lejimin e ndërtimeve 4 deri në 9 kate në zonën historike të qytetit është kundërshtuar nga një grup arkitektësh, inxhinierësh dhe intelektualësh shkodran. Përveç se ligji i trashëgimisë i miratuar në vitin 2018 urdhëron mbrojtjen e peizazhit historik, që do të thotë çdo ndryshim e thyen ligjin, duket se lejet nga bashkia po lexohen si plane shkatrimtare për qytetin. Ata kanë parashikuar që në krejt zonat me ndërhyme, me ndërtime të larta. Kur ligji i trashëgimisë kulturore e thot në mënyrë eksplicite që nuk ndryshon forma as volumi i objekteve të shpallura monument kulture. Është jashtë zakonisht e turpshme për plan, nuk mund të imagjinohet pra një këtë drejtim kështu. Çfarë bëhet? Mos do me bë si Tiranën në Shkodrën? Përfaqësues të fushave të ndryshme ngritën shqetësime mbi zhbërjen e dëmtimin e qytetit të Shkodrës gjatë gjithë këtyre viteve. Që më shqetëson mua, edhe duhet më shqetësu tanë Shkodrën, edhe realisht e shqetëson tanë Shkodrën, janë vlerat historike të ndërtesave që fatmirësisht ato që kanë me të paktën duhet me. Tash është një problem jashtëzakonisht kyç. Se si do të zgjidhet kjo punë? Do të zgjidhet një herë Instituti Monumentet me Lujë, Instituti SNI hiç. Vetë sa ka fillu shkatrimi, edhe po krijove precedentin në mënyrë të padiskutueshme që tonë qyteti ka me degradu një kështu. Krejt dakord, nuk jam kundër zhvillimit, por duhet me pas prioritete. Qendra ruhet dhe zhvillimi modern del në periferi. Bashkia Shkodër reagoi zyrtarisht ndaj deklarimeve publike të kundërshtarëve të planit. Sipas saj, deklarimet janë të pavërteta dhe keq informuese, pasi nuk ka plane të miratuara apo propozime zyrtare që parashikojnë ndërtime 5, 6 apo 7 kate në qendrën historike. Sipas bashkisë, në dokumentin e dërguar për shqyrtim pranë AKPT-s, lartësia maksimale e propozuar është 3 kate dhe çdo pohim i kundërt nuk qëndron. Peshkopi i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë Fort Lumturia e tij Joan ka vizituar për herë të parë Shkodrën. Gjatë predikimit në meshën e mbajtur në qytet, ai dha mesazhe shpirtërore në prag të Krishtlindjeve. Kryepeshkopi i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë Fort Lumturia e tij Joan ka vizituar për herë të parë Shkodrën, ku këtë të diel ka drejtuar meshën para Krishtlindjes në Kishën Ortodokse të qytetit. Vizita e tij pati mesazhe të forta shpirtërore ku u theksuar rëndësia e pranisë së Zotit në jetën personale, familjare dhe shoqërore të njeriut. Gjatë predikimit ai nënvizoi se përpjekjet për të ndërtuar jetën pas Zotin janë të destinuara të dështojnë. Një nga shenjat të mëdha shqiptarëve është Krishtlindja. Se ta fitojnë dhe kuptojnë diçka nuk shka mirë brenda tyre. Kuptojnë që janë mëkatarë, kuptojnë që janë smur. E duke kuptuar që janë smur, atë kërkojnë mjekim, dhe në gjithë është mjekim, dhe gjithë porositje e Zotit janë për të mirën tonë, dhe të besat e shumta. Mos bëj, mos bëj shumë gjëra të shpirtërore, nuk janë për ta dënuar, po janë për ta çliruar. Fort Lumturia e tij foli edhe për kuptimin e vërtet të kreshmës, duke theksuar se ajo nuk është thjesht heqje dorë nga ushqimi, por mbi të gjitha pastrim shpirtëror. Kreshtimi me thellë dhe më rëndësishëm është kreshtimi shpirtëror. Gjë që do të thotë syt kreshmojnë, moshojnë, skena pahishme, veshët e kujdesshëm, mos dëgjojnë të shëtajme të shpifje, gojat e të pasta, mos përhapin gojit e gjërat e tjera. Ky është kreshtimi më i rëndësishëm, kreshtimi shpirtëror. Pas meshës ai zhvilloi vizitë në Bashkinë e Shkodrës dhe myftininë e qytetit, duke dhënë mesazh paqeje e bashkimi. Do të njemi me zhvillimet kryesore ndërkombëtare. Inteligjenca amerikane vazhdon të paralajmërojë se presidenti rus Vladimir Putin nuk i ka braktisur qëllimet e tij për të pushtuar të gjithë Ukrainën dhe për të rimarrë pjesë të Europës që i përkisnin ish perandorisë sovjetike, njofton Reuters. Kjo vjen teksa negociatorët për paqe kërkojnë një fund të luftës.
Raportet e inteligjencës amerikane vazhdojnë të paralajmërojnë se presidenti rus Vladimir Putin nuk i ka braktisur qëllimet e tij për të pushtuar të gjithë Ukrainën dhe për të rimarrë pjesë të Europës që i përkasin ish perandorisë sovjetike, edhe pse negociatorët kërkojnë një fund të luftës që do ta linte Rusinë me shumë më pak territor, njofton Reuters. Raportet paraqesin një pamje krejtësisht ndryshe nga ajo e paraqitur nga presidenti amerikan Donald Trump dhe negociatorët e tij të paqes në Ukrainë, të cilët kanë thënë se Putin dëshiron të jap fund konfliktit. Inteligjenca gjithashtu kundërshton mohimet e udhëheqësit rus se ai është një kërcënim për Europën, njofton më tej Reuters. Gjetjet e SBA-s kanë qenë të qëndrueshme që kur Putini nisi sulmin në Ukrainë në vitin 2022. Ato përputhen kryesisht me pikpamjet e udhëheqësve europian dhe agjensive të spionazhit se ai dëshiron të gjithë Ukrainën dhe territoret e ish shteteve të bllokut sovjetik, përfshirë anëtarët e aleancës së NATO-s sipas burimeve. Informacionet e inteligjencës kanë referuar gjithmonë se Putini dëshiron më shumë, tha Mike Kigley, një antar demokrat i Komitetit të Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve në një intervistë për Reuters. Europianët janë të bindur për këtë, u shpreh më tej ai. Rusia kontrollon rreth 20% të territorit të Ukrainës, duke përfshirë pjesën më të madhe të Luhanskut dhe Donetskut, provincat që përbëjnë zemrën industriale të Donbasit, pjesë të provincave Zaporizhia, Kherson dhe Krimen. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndalur një cisternë nafte pranë brigjeve të Venezuelës në ujërat ndërkombëtare, ka konfirmuar sekretarja e sigurisë kombëtare e SBA-s. Qeveria e Venezuelës e quajti kapjen e cisternës një akt serioz të piraterisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndaluar një cisternë nafte pranë brigjeve të Venezuelës në ujërat ndërkombëtare, konfirmoi të shtunën sekretarja e sigurisë kombëtare e SBA-s Kristi Noem. Një veprim që vjen vetëm disa ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi një bllokat të gjitha cisternave të naftës të sanksionuara që hyjnë dhe dalin nga Venezuela. Është hera e dytë në javët e fundit që Shtetet e Bashkuara ndjekin një cisternë pranë Venezuelës mes një grumbullimi të madh ushtarak amerikan në rajon. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ndjekin lëvizjen e palishme të naftës së sanksionuar që përdoret për të financuar narkoterrorizmin në rajon. Ne do t'ju gjejmë dhe do t'ju ndalojmë, u shpreh ajo në rrjetet sociale. Qeveria e Venezuelës e quajti kapjen e cisternës një akt serioz të piraterisë ndërkombëtare. Venezuela denoncon dhe het poshtë vjedhjen dhe rrëmbimin e një anije të re private që transportonte naftë, si dhe zhdukjen me forcë të ekuipazhit të saj, të kryera nga personeli ushtarak i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ujërat ndërkombëtare, thuhet në deklaratë. Autoritetet në Venezuelë shprehen se veprimet do t'i raportohen Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, organizatave të tjera shumëpalëshe dhe qeverive. Autori i sulmit në Universitetin Brown në SBA kishte ndërprer një karrierë premtuese akademike për të filluar një punë modeste si zhvillues softwaresh në Portugali, vendlindjen e tij, përpara se të zhvendosej përgjithnjë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2017. Hetuesit amerikanë të ndihmuar nga kolegët e tyre portugezë ende po kërkojnë një motiv për të shtonat e kryera nga Claudio Valente para vetvrasjes së tij. Autori që vrau 2 studentë të Universitetit Brown dhe një fizikant të Institutit të Teknologjisë në Massachusetts, kishte ndërprer një karrierë premtuese akademike për të filluar një punë modeste si zhvillues softwaresh në Portugali, vendlindjen e tij, përpara se të kthehej në Shtetet e Bashkuara në vitin 2017. Hetuesit amerikan të ndihmuar nga kolegët e tyre portugez ende po kërkojnë një motiv për të shtënat e kryera nga Claudio Valente para vetvrasjes së tij. Zyrtarët kanë hetuar të kaluarën e tij akademike, të cilën disa nga ish kolegët e Valentes e kujtojnë si të vështirë. Sipas fizikantit Filipe Moura, i cili ishte asistenti i Valentes në Institutin Elitar të Teknikës Superiore të Lisbonës në vitet 1996-1997 dhe mbajti kontakt me të gjatë fillimit të viteve 2000, Valente nuk e shijoi kohën e tij në Brown dhe u largua pas rreth një viti në vitin 2001. Claudio mendonte se asgjë nga këto nuk ia vlente, se ishte humbje kohe dhe të gjithë të tjerët ishin të paaftë, shkroi ai, duke shtuar se Valente më pas mori një punë si specialist i IT-s për portalin portugez të internetit Sapo. Në një seri postimesh në Facebook, Moura e kujtoi Valenten si një student të shkëlqyer, por edhe dikoj që kishte një nevojë shumë të fortë për të dalluar dhe për të treguar se ishte më i mirë se të tjerët, gjë që shpesh e bënte mosimdhënien e tij një përvojë të pakëndshme për shkak të grindjeve me studentët.
Megjithatë, disa ish studentë e kundërshtuan këtë karakterizim. Një ish koleg në Sapo e përshkroi Valenten si një person shumë të mirë, me një sens të shkëlqyer humori, por jashtëzakonisht të rezervuar në lidhje me jetën e tij jashtë punës. Valente fitoi lotarinë amerikane dhe u bë banor i përhershëm i lishëm në vitin 2017. Fëmia i vetëm në një familje të klasës së mesme në Portugali, kishte ndërprerë të gjitha marrëdhëniet me prindrit e tij rreth kohës së studimeve të tij në Brown, sipas mediave lokale. Gazetaria sportive humbi një nga figurat më të shquara, ikonon Ismet Bellova. Në moshën 91 vjeçare u shua legjenda e mikrofonit, gazetari, komentatori dhe publicisti i rrallë, zëri të cilit u bë pjesë e pandashme e historisë së sportit dhe medias shqiptare. Jo vetëm atë që ka dhënë për gazetarin, por Ismet Bellova ishte një personazh dhe një figurë që të impononte respekt dhe për atë që përcillte jashtë fushës. Zëri i tij kumbues dhe timbri i veçantë tashmë do të dëgjohen vetëm në fonotekën e Radio Tiranës dhe në arkivat sportive të RTS, por jehona e tij do të jetojë përgjithmonë në kujtesën e miliona shqiptarëve. Me largimin e Ismet Bellovës, gazetaria sportive shqiptare humbi jo vetëm një profesionist të jashtëzakonshëm, por një pasuri kombëtare dhe një shkollë të vërtetë të gazetarisë sportive nga e cila u formuan e frymëzuan breza të tërë. Dhuna në Vlorë, në ndeshjen mes Flamurtarit dhe Teutës, ka kthyer vite mbrapa futbollin shqiptar. Klubi vlonjat nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale ka shprehur keqardhje për incidentet e ndodhura ku disa individ hynë në fushën e lojës dhe u përfshin në përplasje, ndërsa është distancuar nga çdo lloj dhune. Flamurtari tregon gatishmëri për të bashkëpunuar me policinë e shtetit për sqarimin e plotë të situatës. Në fund, në deklaratën zyrtare theksohet se klubi paralelisht do të intensifikojë punën dhe komunikimin me tifozët dhe grupimet e tyre, në mënyrë që mbështetja për Flamurtarin të jetë e fortë, por gjithmonë brenda respektit dhe rregullave, duke shmangur përsëritjen e episodeve të tilla në të ardhmen. Si mund ta imagjinojmë figurën e gruas në zonat e Ilirisë antike nën titullin Nga lindja në martesë. Bota femërore, paraqitur në skulpturën e vogël të autores Belisa Muka, ka sjellë një studim që hedh dritë mbi rolin e pozicionin e gruas parë përmes skulpturës. Nga lindja në martesë, bota femërore e paraqitur në skulpturën e vogël. Ky është studimi i Belisa Mukës, arkeologe e cila prej vitesh drejton punime dhe ndjek gërmime arkeologjike në zona të ndryshme të Shqipërisë, duke nxjerrë nga nën toka thesare dhe pasuri kulturore të vendit tonë. Por këtë herë ka menduar që të gjitha pasuritë e gjetura në vendin tonë të marrin tashmë një kuptim të vëna sipas shpjegimeve të ndryshme, duke na treguar se si është paraqitur figura femërore në skulpturat e vogla të gjetura në gërmimet arkeologjike në vendin tonë, duke dashur të kuptojmë se cili ka qenë në fakt edhe roli i gruas në arealin kulturor historik ilir dhe shqiptar. Zonja Muka, urime për librin. Faleminderit për interesin. Spari dua të kuptoj se si vjen roli i gruas dhe si vjen gruaja nga lindja në martesë përmes këtyre skulpturave të vogla të zbuluara në vendin tonë. Në fakt, ideja e këtij studimi, i cili ka kohë, si ide ka kohë që flët diku në mendjen time, ishte pikërisht për të parë këtë kategori objektesh, e cila fatkeqësisht për një periudhë të gjatë kohore jo vetëm territorin tonë, por ka qenë një drejtim i studimit në përgjithësi për koroplatin, pra për tërësinë e objekteve që lidhen me prodhimet prej balte të pjekur, pra skulpturën e vogël. Ka qenë trajtuar në minimumin jetësor, le të themi, si objekte që do duhet të hidhnin dritë mbi artin, jetën artistike të një qyteti apo të një territori të caktuar. Problemi është se duke hyrë në thellësi të studimit edhe të dokumentimit të kësaj kategori objektesh, shohim që vinë nga kontekste interesante, jo çdo njëri, pra janë disa kontekste të cilave këto objekte u qëndrojnë gjithë një besnike,
Dhe brenda këtyre konteksteve janë disa tipologji të caktuara të cilave përsëri u qëndrojnë shumë besnike si objekte. Ky është qëllimi i cili më pastaj na fut në një botë të tërë që është veçanërisht e frekuentuar nga gratë, nga vajzat e reja, nga gratë, në kuadër të disa etapave kryesore në fakt, sepse përtej lindjes çfarë ndodh ndërmjet dhe martesës, këtu nis e këtu përfundon roli, nuk do të thoja, por prania e gruas e dokumentuar nëpërmjet kësaj kategorie objektesh. Çfarë janë këto skulptura? Pra, a na paraqesin gra apo hyni? Ky është një debat që ende sot e kësaj dite vijon. Vijon për një arsye është shumë më thjesht të identifikojmë me perëndi, por ndërkohë, në fakt ky është edhe një nga aspektet e studimit, sepse të njëjtat figurina të dokumentuara në kontekste të ngjashme janë interpretuar në forma të ndryshme, duke na futur një sistem votiv që është kompleks. Pra, e njëjta tipologji diku është Afrodit, diku është Hera, diku është Demeter, diku është Artemis. Kështu që qëllimi ishte jo vetëm imi, sepse është një fushë e tërë studimi ku studiues të ndryshëm janë përfshirë dhe debat që vazhdon sot e kësaj dite, është për të kuptuar ata çelësa, ato linjë, ata element, atë kodifikim i cili na mundson sot të mos përhumbemi në perëndi, por të kuptojmë që përsa kohë që nuk janë disa kodifikime të qarta, ato janë vdekatare. Pra janë vajza, gra, të cilat përfaqësohen nëpërmjet fazave të tyre të ndryshme të jetës në këto imazhe. Ku janë gjetur, dhe kur them ku janë gjetur këto skulptura të vogla, kam parasysh a janë skulptura funerare, a janë, po themi, skulptura që janë mbajtur në ambiente ku jetohej, dhe të cilave periudha historike janë. Pra, përfshihet antikiteti, shkon më vonë se antikiteti? Kuadri kronologjik i këtij studimi fillon me shekullin e 7 para erës sonë dhe përfundon diku në fund të shekullit të parë, pak para e pak pas erës sonë, pra sepse më pastaj ndryshon si në koncept përdorimi i këtyre objekteve. Nis në atë moment sepse kjo është një kategori objektesh që prodhohet nëpërmjet kallëpëve. Pra, kemi patjetër një, le të themi, në hierarkinë e serisë ose hierarkinë e procesit të prodhimit të tyre teknik, ka patjetër një objekt që është vepër e një skulptori. I pari, i prodhuar, pra i modeluar. Dhe më pastaj fillon procesi i kallëpësimit. Në momentin që kjo teknik u shpërndaj gjërësisht në pellgun e MSD-ut dhe që në territorin tonë dokumentohet duke nisur nga shekulli 7 para erës sonë, shohim një masivizim të përdorimit të figurinave, sepse është shumë e thjeshtë për t'i prodhuar tashmë. Pra është e rëndësishme që të kemi një kallëp që është shumë i mirë, të kemi baltën që është e durra, pra e përgatitur e purifikuar sipas kritereve, dhe pastaj procesi vazhdon i tërë i pavarur nga prania ose jo e skulptorit në ambientin e punës. Kështu që nis në këtë moment kronologjikisht dhe vi deri me këtë studim deri në shekullin e parë para erës sonë. Ndërkohë që gjeografikisht, për të përgjigjur pikërisht kësaj tematike dhe këtyre specifikave, unë jam përpjekur që të mund të dokumentoj tipologjitë kudo që ato vinë. Pra, kemi objekte që vinë nga Shkodra, kemi masivisht objekte që vinë nga Durrësi, nga Apollonia, kemi qytete të tjera të rëndësishme siç është Amantia, siç është Dimali, siç është Bylisi, për nga vinë. Kemi një kontekst shumë interesant që është Seferani, pra jemi në zonën e Elbasanit, kemi objekte që vinë nga jugu, nga territoret e Foinikës edhe të Antigones, pra unë jam përpjekur që gjeografikisht të mund ta përfshi tërë territorin e Shqipërisë me ato gjetje që i përgjigjen kësaj tematike. Figurat e këtyre grave në një farë mënyrë mund të na ndihmojnë të krijojmë një lloj ideje të figurës së gruas në këtë periudhë. Mund të kuptojnë elemente të veshjes, elemente të paraqitjes, sikundër elemente ose simbolika edhe përmes, po themi, kurorave që mbajnë. Si kanë qenë këto gra? Kanë qenë vetëm gra dhe nëna, apo kanë edhe role të tjera? Sigurisht nuk jemi në periudhë matriarkati, por nga ana tjetër ka gra të ulura në fron. A mund ta tregoni në ç'formë, cilat janë format e këtyre skulpturave të vogla? Po,
Atëherë, duke u nisur nga shqetësimet madhore që shoqërojnë figurën e vajzës dhe të gruas, figurën e gruas në përgjithësi, nga lindja në martesë, duke kaluar nga pjekuria seksuale, puberteti, mosha paramartesore dhe martesa, pra këto 4 etapa. Por kur themi martesa, jo vetëm si proces, pra si institucion, por tërësia deri tek fakti që do duhet të jenë nëna patjetër, sepse është shumë e rëndësishme për të tëra shoqëritë, jo vetëm të antikitetit, por edhe ato tradicionale, rëndësinë e këtij momenti në mbarvajtjen e shoqërisë, pra në sigurimin e vazhdimësisë së saj. Kështu që në këto 4 faza ne kemi tipologji që i përgjigjen çdo njërës prej tyre. Dhe duke filluar nga vajza e re, e cila lufton me pjekurinë e saj seksuale, me tranzicionin, me këtë fazë të rëndësishme kalimtare, tek vajza që do duhet të jetë e gatshme tashmë për martesën, pra të përgatitjet paramartesore. E më pas tek nëna, ose tek zonja e shtëpisë e cila të siguroj vazhdimësinë e komunitetit, këto 3 faza, 4, paka shumë, por që 3 janë thelbësorët, paraqiten nëpërmjet kodifikimeve të qarta në këtë kategori objektesh. Që do të thotë që kemi forma qëndrimi, tipare të veshjes, pra detaje të veshjes, kemi element të kurorave apo të le të themi atributeve që i shoqërojnë këto imazhe. Këtu fillon e diferencohet, le të themi, dhe tipologji që shkojnë nga njëra etap tek tjetra, qartësisht të diferencuara. Pra, nëse ne do të, për ta materializuar, nëse do të kishim në imazh një vajzë në këmbë, ose një figurë femërore në këmbë, e cila mban në dorë një zog, dhe një figurë femërore të ulur në fronin që thoni ju, në një pozicion shumë hierarkik, këtu kuptojmë se kemi vajzën e re dhe nënën ose bashkëshorten, gruan e shtëpisë. Pra, në momentin që kemi një vajzë, flokët e të cilës janë të dokumentuar, dhe kemi një tjetër imazh, flokët e të cilës janë nën vellon ose nën shamin e kokës, këtu kuptojmë që kemi 2 momente të ndryshme në, le të themi, në rrugëtimin jetësor, por që është jo vetëm jetësor, por është edhe social, pra nuk është vetëm biologjik, por është edhe social në kuadër të së parit familjes, por më pastaj edhe të shoqërisë pjesë e të cilës është. Ka një moment që përmend një kukullën që ka të bëjë me statusin. Çfarë është kjo? Në fakt është një terminologji sepse unë ju thash për një periudhë të gjatë kohore këto lloj objektesh janë parë si lodra. Si lodra të cilat nuk kishin absolutisht asnjë lloj domethënie. Problemi është se kur tenton të luash metodë, ndaj them diku në hyrje të studimit që janë kthyer loja ime e preferuar dhe lodra ime e preferuar, sepse e kupton që është e pamundur. Është një objekt që në thelb është i brisht, sepse thyet. Kështu që nuk mund të luash dot me të. Në fakt, është një objekt i cili duke personifikuar këto faza, duke simbolizuar këto faza të rëndësishme, bëhet në një farë mënyre identifikues i kësaj faze, të këtij individi ose të kësaj vajze të re, sepse kemi edhe te kategoria e imazheve të djemve të rinj, pra bëhet në një farë mënyre identiteti i cili më pastaj vihet në mbrojtje të perëndisë. Pra, kur themi kukulla, termi është në fakt një mënyrë konvencionale që është dhënë një tipologji të caktuar, dhe që unë e kam ruajtur sepse është e rëndësishme që të mos ketë revolucione shumë në të tëra aspektet e studimit, por duke u përpjekur që ta sqaroj pse janë quajtur të tilla, por që simbolizojnë një moment të interesant të vajzës së re në këtë rast. Cilat kanë qenë rolet e grave në këtë periudhë? Ju përmendni edhe rolin si pjesë e një kori, por rolet sociale që kishin gratë, ose edhe rolet publike, sociale në kuptimin publike, jashtë shtëpisë, dhe që ne mund ta kuptojmë përmes këtyre figurinave. Ky është problemi kryesor, sepse është një kategori objektesh të cilën e gjejmë në sanktuare të hyjnive femërore, të cilat kujdesen për le të themi për mbarvajtjen në një anë lindjen, në një anë rritjen, në një anë martesën, kujdesin ndaj individit, ndaj fazave kalimtare në jetën e tij. Kështu që janë objekte të botës femërore të cilat i gjejmë në sanktuare të hyjnive femërore. Janë
objekte që i gjejmë në kontekste mortore, pra në vare, por veç se në vare individësh adoleshent të cilët kanë vdekur para moshës së martesës, pra qartësisht grup mosha e tyre shkon deri në 14, në asnjë rast deri më sot nuk janë dokumentuar, të paktën në njohurit e mia, se nuk dua ta përgjithsoj, por nga territori ynë është kjo panoram, nga rastet që vijnë nga Mesdheu është e njëjta panoram, në asnjë rast nuk i dokumentojmë në vare adultësh. Pra, edhe aty kuptojmë që lidhen me një kategori të caktuar të shoqërisë. Që do të thotë, pra si mund ta kuptojmë këtë, që këto figurinë gjenden në varret e të rinj? Pra i kemi në sanktuaret femërore, i kemi në Vares dhe i kemi në hapësirat e banimit, por ato hapësira e banimit që frekuentohen nga gratë, sepse në hapësirën e banimit ambientet janë të ndara. Pritjet, sfera ku është publike, pra pjesa e shtëpisë që është publike, dhe pjesa e shtëpisë që është private. Në atë hapësirë janë këto objekte. Sigurisht kjo ishte një nga sfidat kryesore për të kuptuar domethënien e këtyre objekteve, të cilat duket se janë maksimalisht të përdorura dhe përfaqësojnë kategori modeste të shoqërisë, që është vajza e re, që është gruaja dhe që janë individët djemt para në momentet kalimtare të tyre, por në këto përpjekjet për të përfshirë në shoqërinë e të rriturve. Pra është një kategori objektesh që na lidh veçanërisht me botën shpirtërore dhe me përpjekjet e këtyre individëve për të vënë imazhin e tyre në cilën do fazë të jetës në mbrojtje të Perëndisë. Gjithçka tjetër publike është vështirë për të perceptuar nëpërmjet këtyre objekteve, sepse edhe si festa, edhe si rituale janë momente që prekin në radhë të parë statusin individual në kuadër të familjes. Ajo që më pas ndodh në sanktuar është një fest ku komuniteti feston këtë moment tranzicionin në atë grup shoqëror që e ka si shqetësim. Mëtej pastaj fatkeqësisht është vështirë ta perceptosh praninë e gruas në vendimarrje që i tejkalojnë hapësirat këtë moment edhe këtë ambient. Por rastet janë interesante sepse ndërkohë që kjo është panorama që na vjen, ne kemi një tjetër panoram, për shembull, që dokumentohet me mbishkrime, veçanërisht në shekullin e 3 para erës sonë, me mbishkrime që vijnë nga butrinti dhe me gra të cilat kanë të drejta që i tejkalojnë pikërisht këto lloj funksionimesh, këtë modalitet funksionimin ose perceptimi për rolin që ajo luan, sepse ato kanë të drejtën të lirojnë sklever. Kanë të drejtën që të vetë përfaqësohen në këtë proces në prani në sytë e Perëndisë si një dedikim që bëhet nëpër sanktuare, por në rastin konkret në një sanktuar specifik. Ato i kanë patur këto drejta, por nuk e gjejmë këtë të shpërfaqur përmes figurinave. Në këtë kategori objektesh ka më shumë të bëjë me botën shpirtërore, pra me problemet, me shqetësimet, me dëshirat, me kërkesat, me lutjet, me falenderimet, për një tranzicion sa më të lehtë për kapërcimin e këtyre fazave të rëndësishme në një mënyrë sa më të qetë, sa më të thjeshtë dhe në çdo rast në raport me hynin përkatëse e cila kujdeset për këtë moment specifik. Ju jeni ndalur në studim në 3 grupe skulpturash, që janë grupi skulpturave të Artemisionit, ai i sanktuarit të Bonjakut dhe i Seferanit. Çfarë janë këto 3 grupime, po themi? Çfarë na tregojnë? Synimi ishte për të kuptuar sepse një herë që i trajtuam çështjet ose një herë që studimi trajtoi çështjet e kodifikimeve, pra grupimeve sipas kodifikimeve të qarta, atëherë le të themi ushtrimi në thonjza i radhës ishte për të kuptuar nëse arrim dot që nëpërmjet figurinave ne të mund të kuptojmë se kujt i dedikohet një vend kulti, një sanktuar. Dhe në të 3 këto raste nuk e dim se cilës perëndi. Në rastin e Artemisionit të Epidam Dyrahut, në momentin që ky lloj studimi është bërë, pra studimi i kategorisë i depozitës votive të këtij sanktuari, ne nuk e dinim se kujt i dedikohej, por nëpërmjet kësaj forme, pra që studion në radhë të parë teknikën, që merret me aspekte teknike, sepse është shumë e rëndësishme për të kuptuar që objekti në fillim të serisë me objektin në fund të serisë është e njëjta gjë. Në momentin që ne kuptojmë këtë, pra e njëjta gjë teknikisht
ikonografikisht është e njëjta gjë dhe simbolikisht është e njëjta gjë, teknikisht nëse nuk është, sepse janë breza të ndryshëm, kjo nuk e kontaminon procesin të kuptuarit të domethënies së objektit. Kështu që rasti i Artemisionit për fatin tonë të mirë, studimi që ka 20 vite që bëhet dhe që shumë shpejt do shohë dritën e botimit, duke u nisur nga studimi i kategorisë së objekteve, kësaj kategorie. Më pas edhe mbi shkrimeve që u shfaqën gjithnjë më shumë gjatë studimit të qeramikës, pra enëve me mbishkrime. Më pas edhe të dhënave burimore të tëra së bashku na çuan në këtë linjë, pra në identifikimin e sanktuarit si sanktuari i Artemisës. Kur vim në rastin e Bonjakëve, ne nuk kemi një të dhënë burimore se kujt i kushtohet ky sanktuar, prandaj përpjekja ime ishte për të kuptuar nëse nëpërmjet kësaj kategorie objektesh mundemi të identifikojmë ose të kuptojmë cilës perëndi dhe cila do të ishte sfera e saj e funksionimit. Të njëjtin ushtrim pastaj me këto prandaj është e rëndësishme, pra me të njëjtin sistem votiv, me të njëjtat çelësa, pavarësisht kontekstit, u përpoqja që të aplikoj dhe në rastin e Seferanit për kuptuar përsëri se kujt i kushtohej, pra çfarë ishin figurinat, çfarë përfaqësonin dhe në ç'kontekst kontekst votiv ishin kushtuar. Kështu që le të themi duke ruajtur të njëjtën linjë interpretative, kuptojmë që në sanktuar, në kontekst mërtor apo në ambient domestik, pra në shtëpi, në le të themi ambientin e banimit, domethënia e tyre është e njëjta, nuk ndryshon. Që do të thotë lutjet e femrave kanë qenë kryesisht drejtuar. Imazhi femëror është imazhi i individit, i vdekatares, i vajzës së re, sipas statuseve të saj jetësore. I vajzës së re, le të themi vajzës që tashmë është gati në moshën e martesës, i nënës, i bashkëshortes së denj, e cila do të mund të sigurojë më pas gjimsin e shoqërisë të komunitetit. E njëjta gjë shfaqet edhe në Vare. Pra, nëpërmjet këtyre kodifikimeve që janë qëndrimi, atributet që shoqërojnë mënyra e krehjes, elementet që le të themi që e përkufizojnë imazhin simbas këtyre etapave, aty kuptojmë që në fakt kemi të bëjmë me një botë thellësisht femërore, e cila ka shqetësimet e saj madhore dhe këto shqetësime madhore i materializon nëpërmjet tipologjive të caktuara që i përgjigjen fazës në të cilën individi është. Këto janë figurina, por janë dhe skulptura. Dhe që të bëhet një skulptur, duhet një skulptor. Dhe që të kemi një skulptor, duhet të kemi punishte dhe një art të diebërjes, që mund të jetë pastaj në nivelet ndryshme në varësi të zhvillimit shoqërisë, të vendit ku prodhohet, të statusit shoqëror të zonës, pasurisë, po themi statusit shoqëror dhe në kuptimin e pasurisë që zotrohet. Ne dim që disa site arkeologjike në vendin tonë kanë patur punishte, por këto punishte qeramike sa na tregojnë edhe për realizimin e këtyre skulpturave. Kanë qenë modele që vinin të gatshme nga Kemi vërritur në fund të këtij edicioni informativ, për më tepër mund të na ndiqni në faqen tonë në Ballkan Web për lajmet e fundit nga vendi dhe bota. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.